Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Si po ju kalon fundjava? Mi si marrë sot, po, gjithsesi. Do të bëj parashikimin javor për javën që vjen, është në një javë goxha e ngjeshur, do të kemi goxha ndikime, në përgjithësi janë pozitive. Kjo është edhe pjesa më e rëndësishme. Okej, pa humbur shumë kohë, duke qenë se të gjitha videot e mi unë i vej gjithmonë tek kanali im i YouTube-it. Atëherë, si fillim po flas në lidhje me shërbimet e mia. Në rast të parë bëj këto lloj shërbimesh, janë lidhje të drejtë për drejta, ku flas në lidhje me parashikimet javore dhe ato të hënës së re dhe hënës plot. Me qira fjala, parashikimin për hënën e plotit do të ndodhi ditën e mërkurë, do ta bëj të martën. Është një hënë plot edhe kjo goxha e fuqishme. Do të kemi ndikime shumë të rëndësishme sepse tashmë dhe drejtuesi i saj, që është Jupiteri, do të ketë kaluar tek shenja e Gaforës. Gjithsesi, do ta bëj ditën e mërkurë, ditën e martë, me këndjes, siç u thash, gjatë kësaj lidhjes drejt për drejt do të bëj parashikimin javor, siç e bëj dhe në përgjithësi e bëj ditën e shtunë, po këtë herë u detyrova që të shtyj për ditën e sotme sepse kam pasur probleme me alergjitë. Zbulova tani të paktën se nga çfarë kam alergji, prandaj dhe nuk është më problematike. Ndërkohë që për sa i përket shërbimeve të cilat janë nëpërmjet televizioneve, çdo javë ditën e hënë në orën 7:40 jam tek kanali MCN, ku flas edhe aty në lidhje me parashikimin e javës, duke qenë se kemi edhe 3 prezantues, fal tyre mund dhe nga pyetjet që ata bëjnë, mund të shtojnë edhe elemente të tjera, kështu që këshilloj të gjithëve që ta ndiqni atë. Ndërkohë që parashikimet mujore në përgjithësi bëj tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë dhe tashmë kam filluar edhe tek Scan TV, edhe kjo është një herë në muaj. Okej, këto janë shërbimet që janë të përgjithshme, ndërkohë që kam edhe shërbime personale. Ato, duke qenë se asnjëherë nuk mjafton koha tek këto lloj lidhje të drejtë për drejta, ju keni gjithmonë pyetje më specifike dhe të jemi më realist, duke qenë se janë të personalizuara, janë shumë më tepër, ju ndihmojnë shumë më tepër. Këto janë për analizë e hartës, është parashikimi për të ardhmen automatikisht në bazë të hartës tuaj, ndërkohë që kemi gjetjen e ascendentit, gjetja e ascendentit është shumë e rëndësishme sepse specifikon hartën tuaj, është fillimi i hartës për aty. Ju kërko ndjes, duke qenë se më duhet të bëj blok disa persona që janë të pasjatshëm. Okej, janë shtuar shumë, sidomos pasi dola tek opinioni, janë shtuar shumë persona të tillë, me sa duket kam prekur ca tela. Okej, dhe kjo kemi tjetër. Edhe këto. Nuk e kuptoj se njerëzit janë të kërcënuar nga sukseset të tjerëve, por gjithsesi, secili ka të vet. Okej, vazhdojmë punën tonë. Pra se që përmendë, këto janë të gjitha shërbime të cilat janë të personalizuara, për këtë arsye duke qenë se është një punë specifike për ju, janë me pagesë. Për të gjitha këto shërbime mund të më shkruani nga WhatsApp-i im, nga Instagram-i, mund të më dërgoni email, të gjitha këto mund të gjeni tek profili im. Ndërkohë që këtë video, pasi të kem mbaruar dhe pasi të kem bërë montazhin e nevojshëm, do ta vë tek kanali im i YouTube-it, ku do të ndaj edhe me shenja, pra mund ta keni më të thjeshtë për ta ndjekur. Okej. Atëherë fillojmë me ndikimet që do të kemi çdo javë. Java nga 9 deri në 15 qershor është një javë vërtet shumë e ngjeshur. Një në radhë të parë dhe në përgjithësi kemi tashmë ndikime pozitive. Lajmi më i mirë është se viti 2025
pjesa e vështirë më të themi vitit 2025, tashmë e lëm mbrapa dhe jemi futur në pjesën që vërtet më pozitive, do të jemi edhe ne vetëm optimist dhe do të vëmë re që të gjitha ato vonesat, në disa raste pengesat që na kanë dalë përpara, persona, situata negative, këto tashmë duke qenë se kanë rënë shumë herë më tepër në sy, kanë dalë më tepër në sipërfaqe, jemi më të aftë edhe për të perceptuar dhe për të zgjidhur ato. Dhe për më tepër, duke filluar nga dita e nesërme, duke qenë se Jupiteri do të kalojë tek shenja e Kaforit, ku ndjet vërtet shumë mirë, do të kemi një përmirësim të dukshëm edhe të mënyrës se si zhvillohet çdo gjë në natyrë. Pra nuk do të kemi më aq shumë pengesa se ç'kemi rastisur deri tani. Jupiteri është planeti i fatit, është planeti që zmadhon gjithçka dhe duke qenë se te Gafori janë jetë mirë, në këtë rast do të zmadhoj çdo gjë pozitive. Ndërkohë që deri në këto momente, duke qenë se ishte tek binjakët ku nuk ndihet fare mirë, kjo mund të ketë zmadhuar dhe ana problematike të jetës tonë pra. Gjithsesi, tashmë, siç e thash, në ditën e nesërme, Jupiteri do të kalojë tek shenja e Kaforës. Kjo është ndikimi më i rëndësishëm i kësaj jave. Do të kemi një ndër, më të themi, do të kemi përsëri një kalim tjetër të një planeti tjetër që është ai Mërkurit, që është planeti i intelektit, i komunikimit, edhe ky do të kalojë tek shenja e Kaforës. Por ndryshe nga Jupiteri, Mërkuri tek shenja e Kaforës mund të na bëjë pak më të ndjeshëm. Mund na ngjelet pak më tepër hatri në disa momente, edhe mund të ndjemi pak më të tërhequr brenda vetes, nuk do të thotë automatikisht është diçka negative, thjesht sepse duhet jemi pak më të kujdesshëm në mënyrë se si shprehemi që të mos lëndojmë personat përballë. Ndërkohë që do të kemi edhe një hënë të plotë. Kjo hënë e plotë do të jetë tek shenja e Shigjellarit. Është një hënë e plotë vërtet shumë e fuqishme, për të do të flas ditën e martë, ndikimet e saj do të jenë vërtet shumë të rëndësishme për të dhënë ritmin e gjithë verës, do të them. Për këtë arsye do t'i këshilloj që ta ndiqni, do të jetë ditën e martë, pra si po përsëris edhe një herë në orën 19:00, ta bëj lidhje përsëri të drejtë për drejtë këtu nga TikToku dhe nga Instagrami. Okej, tani po flas në lidhje me ndikimet që të kemi përsëri të përgjithshme gjatë kësaj jave. Një ndër ndikimet më të rëndësishme do të jetë se Mërkuri dhe Jupiteri do të ecin krah për krahu për 4 ditë me radhë, pra do të jenë në bashkim me njëri tjetrin. Kjo do të thotë që komunikimi mund të jetë vërtet shumë i larmishëm kësaj periudhe. Ditën e sotme dhe të nesërme do t'ju këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm në mënyrë se si komunikojmë dhe në mënyrë se si veprojmë në përgjithësi, bile nëse nuk jemi të vëmendshëm, mund të kemi edhe prishje të mjeteve të komunikimit. Në të njëjtën kohë mund të kemi edhe prishje të automjeteve. Do t'ju këshilloj që t'ja vëmë vesh, pra nëse vëmë re diçka që nuk funksionon në këto që sapo përmenda, do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm. Por nga ana tjetër kemi një ndikim shumë të madh pozitiv, sepse Jupiteri do të zmadhojë vërtet gjithçka pozitive që ekziston në jetën tonë dhe në këto momente mund të shkëlqejmë shumë, mund të bëjmë shumë herë më tepër në sy dhe mbi të gjitha fjalët tona mund të bëhen dhe dritë për shumë persona të cilët kanë nevojë për mbështetje apo kanë nevojë për një fjalë të mirë kësaj periudhe. Prandaj do t'i këshilloj që në këtë moment, pikërisht në këtë moment, të mundoheshit që të qëndroni sa më tepër afër personave të cilët kanë nevojë apo që i doni etj. Sepse këto do të jetë një moment ku mund të krijojmë edhe lidhje vërtet shumë pozitive, shumë të ngushta dhe të ndihmojmë, siç e thash, edhe njëri tjetrin. Ndërkohë që në drejt fundjavës do të kemi një ndikim pak më pozitiv në kuptimin e çështjeve sentimentale, duke qenë se tashmë Venusi do të jetë vendosur, do të jetë rahatuar, më mirë të themi, tek shenja e Temi, ku kaloi javën e kaluar. Tek të gjitha shenjat do të kemi një frymë vërtet shumë të madhe romantizmi dhe mënyra e komunikimit në këtë rast do të jetë shumë më pozitive, do të dimë se si të shprehemi. Kjo mund të jetë një periudhë vërtet shumë pozitive për të shprehur ndjenjat tona dhe personave që kemi ndjenja, ose në disa raste edhe për të krijuar partneritete shumë të rëndësishme ose pozitive që na sjellin mirëqenie shumë të madhe ekonomike, edhe në lidhje me biznesin, pra është një periudhë vërtet shumë pozitive, duke filluar që nga dita e Mërkurit tutje, do t'i këshilloj që ta përdorni pak më tepër, nuk po them që hëna dhe marta nuk janë pozitive, po them nga dita e Mërkurit dhe tutje, do të jetë edhe më efektive. Okej, tani po kaloj tek shenjat. Shenja do t'i marrë me radhë, e di që po shkruani shenjën tuaj, do t'i këshilloj që të preseni deri tek shenja juaj, për ata të cilët nuk dëshirojnë që të presin,
mund ta dëgjoni më vonë kur ta vë te kanali im YouTube-it. Por, kemi gjithmonë njerëz që kemi rreth rrotull, që janë të një shenjës të një tjetër, dhe mbi të gjitha shenjat e zodiakut i kemi në një pjesë të hartës tonë, dhe ka një ndikim të caktuar të gjitha, prandaj do t'ju këshilloj që t'i dëgjoni. Po ripërsëris edhe një herë, se nuk e kam kohë që se kam ripërsëritur renditjen se si duhet të dëgjoni këto parashikime, do t'ju këshilloj që si fillim të dëgjoni ascendentin, duke qenë se ka më tepër rëndësi dhe është fillimi i hartës së secilit nga ne. Pastaj të dëgjoni shenjën e diellit, ndërkohë që për të gjitha shenjat dhe vendoset e tjera do t'ju këshilloj të dëgjoni në bazë të vendosjeve planetare. Pra nëse unë flas për Venusin, atëherë automatikisht mund të mendoni se ku keni Venusin tuaj në hartë. Okej, atëherë po kalojmë me njëherë tek shenja e dashit. Shenja e dashit në këto momente ka të vendosur tek shenja e tij dhe do ta ketë për një periudhë të gjatë. Kemi të vendosur Saturnin, kemi të vendosur Neptunin. Kjo i bën ata vërtet edhe shumë aktiv, shumë ndërrimtar, por nga ana tjetër janë edhe vërtet shumë të përgjithshëm, edhe nëse nuk janë, sistemi detyron në farë mënyrë që të jenë të tillë. Kemi një periudhë vërtet shumë pozitive në këto momente për shenjën e dashit, sepse të gjitha punat që kanë bërë mundi që kanë dhënë, do të fillojnë që të japin vërtet shumë rezultate. Është një periudhë ku do të krijohet një stabilitet shumë i madh për ta, dhe kjo do të vijë në saj të punës që ata kanë bërë. Venusi, i cili është edhe planeti i dashurisë, por edhe planeti i mërqendës, është vendosur tek shtëpia e tyre dytë. Kjo do të thotë që sidomos ata që janë me ascendentin tek shenja e dashit do ta ndjenen më tepër këtë që sapo të them, do të kenë një rritje shumë të madhe po materiale. Ndërkohë që njëjti Venus në këto momente, edhe pse në kënd goxha të gjerë, vazhdon që të jetë në kënd pozitiv me drejtuesin e tyre që është Marsi, i cili është vendosur në këto momente tek shtëpia e tyre 5, dhe kjo do të thonë edhe vazhdimin e një periudhe pozitive në jetën e tyre sentimentale. Do të kemi një hënë të plot ditën e mërkurë tek shenja e Shigjettarit, e cila është një tjetër shenjë zjarri, siç është edhe ajo e dashit. Kjo do të thotë që shenja e dashit do të ketë një zgjerim, ose do të kemi një përfundim të dukshëm të gjitha temave problematike që kanë ekzistuar në lidhje me dokumentat, në lidhje me trajnimet e tyre, nëse kemi pasur vonesa në lidhje me arsimimin dhe me drejtësinë në disa raste. Këto do të fillojnë që të kalojnë drejt fundit. Shenja e dashit do të fillojë që të vlerësohet më tepër dhe do të zerë vendin e tij si një nga liderët e shoqërisë. Do të jetë më tepër një lider spiritual, pra në kuptimin që duke qenë se bota e tyre brendshme, që sa periudha është vërtet shumë më tepër zgjuar, shumë më e larmishme dhe e pasur, janë më të aftë edhe për të dhënë këshilla të duhura dhe më të aftë për të ndihmuar njerëzit që kanë rreth rrotull. Kjo është një nga arsyet që shenja e dashit që sa periudha është vërtet një nga personat të cilët mund të jenë mbështetës më të mëdhenj për shoqërinë dhe për njerëzit që kanë rreth rrotull. Do të kemi një ndriçim të dukshëm, një rregullim të dukshëm, më duhet të them në marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre dhe në mirëqenien që ata kanë brenda grupeve të shtëpisë. Lidhjet romantike, siç e përmenda, do të jenë vërtet në revansh gjatë gjithë kësaj jave, por mund të përballehen edhe me sfida siç janë ato të krizave të xhelozisë. Kjo mund të jetë edhe nga ata që janë të shenjës dashit, edhe nga partnerët e tyre, prandaj do të këshilloj që komunikimin ta keni vërtet të hapur dhe të mundoheni që të mos ju ngelet hatri ose ta dëgjoni personin deri në fund. Kjo është e vetmja mënyrë që të mund të shmangni këto lloj problemesh. Çdo gjë që ka të bëj në lidhje me marrëdhëniet familjare, familjen, shtëpinë, vendin ku banojnë, është një temë të cilën do të jetë vërtet shumë aktive gjatë gjithë kësaj jave dhe në përgjithësi do të kemi ndikime pozitive. Për shenjën e dashit, këshilla e përgjithshme do të ishte, jemi në një fazë vërtet shumë optimiste dhe pozitive për të gjithë. Ne komunikimi është vërtet çelës dhe shumë pozitiv në çështje javë për shenjën e dashit, do t'ju këshilloj që ta përdorni si për t'rregulluar çdo lloj problemi që mund të dalë në çift, që siç e përmendëm të kemi kriza xhelozie, po ashtu dhe të gjitha problemet që mund të dalin gjatë rrugës dhe që kërkojnë zgjidhje në lidhje edhe me për të rritur të ardhurat e tyre materiale apo edhe në lidhje me karrierën e tyre. Okej, këto ishin për dashin. Mund të them një këshill shumë të shkurtër, duke qenë se është një javë që do jetë goxha e ngjeshur dhe do të kemi me kalimin të Jupiterit tek shenja e Gaforës, do të kemi një cilësi të gjithë për të gjithë ne, një cilësi të tillë që çfarëdo që mendojmë shtohet,
Prandaj kjo do të jetë efektive për të gjitha shenjat, po sidomos për shenjën e dashit, po e këshilloj që mendoni pozitivisht në mënyrë që të shtohet ajo, pra ana pozitive e jetës tuaj. Okej, dhe tek Demi. Demi është futur në fazën vërtet shumë pozitive. Jemi futur në fazën pozitive që javën e kaluar, që ditën e premte, duke qenë se drejtuesi i tyre, që është Venusi, kaloi tek shenja e tyre. Është në fazën që është vërtet shumë në rritje, shumë pozitiv, por duke qenë se u lodh shumë përpara kësaj, vazhdon që të jetë akoma në atë fazë mos më prek. Kemi një përzgjedhje shumë të madhe të personave dhe të situatave që shenja e Demit do të vazhdojë që të mbajë në jetën e tij. Kjo është diçka pozitive për të, por normalisht mund të bëhet pak e lodhshme, e mërzitshme dhe mbi të gjitha mund të keq kuptohet nga gjithë njerëzit që kanë rreth rrotull si një mungesë ndjenje apo mungesë edhe ngrohtësie në disa raste dhe një shmangje e intimitetit nga ana e shenjës së Demit, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë, thjesht ka shenja e Demit në këtë moment po mëson që të vendosë edhe kufin të shëndetshëm, po mëson dhe të ndërtojë një enë të tjetër e cila është më e shëndetshme dhe që mund të përmbajë gjëra që janë më pozitive për të. Kemi me anë të ndihmës së Venusit, që është dhe drejtuesi i tyre, pra do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe, një fillimin e një periudhe vërtet shumë pozitive në lidhje me çështjet sentimentale dhe me ato materiale. Për shenjën e Demit, kjo është periudha ku do të bien në dashuri, ku do të dashurohen në radhë të parë me veten dhe pastaj edhe me të tjerët. Është një periudhë ku do të shprehin këtë dashuri në mënyrë shumë pozitive, sidomos duke filluar nga dita e nesërme, pra duke qenë se edhe Mërkuri do të kalojë tek shenja e Gaforës, janë më të aftë për të shprehur ndjenjat e tyre tashmë. Dhe njerëzit që kanë vendosur që të mbajnë jetën e tyre do ta ndjejnë se sa me fat janë vërtet që ka një person, pra që kanë shenjën e Demit në jetën e tyre. Kemi një rritje shumë të madhe ose më thënë një shtim të udhëtimeve, do të jenë shumë më tepër social, do të duheshërojnë që të jenë më tepër në dukje dhe nga ana tjetër, kjo do të shpërblehet sepse do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe dhe nga ana ekonomike, do të kemi një rritje shumë të madhe dhe nga jeta e nga ana tyre sociale dhe mbi të gjitha do të kemi një shtim shumë të madh në vetvlerësim. Shenja e Demit në këto momente vërtet që po lulëzon, do të vazhdojnë që të lulëzojnë, ndërkohë që hëna e plot për ta do të ndodh tek shtëpia e tyre 8, që është një shtëpi karmike në të vërtet, por duke qenë se kemi shumë vendosje pozitive dhe mbi të gjitha, duke qenë se drejtuesi i kësaj hëne të plotë do të ndodhë pikërisht tek shenja e Gaforës, ku ndjehet mirë, kjo do të thotë që për shenjën e Demit do të kemi të ardhur materiale të mira nga bashkëpunimet në këtë rast, dhe mund të kemi dhe zgjidhjen e problemeve që ekzistojnë në lidhje me trashëgimit, mund të marrim dhe lajme në lidhje me to, të cilat do t'ju japin atyre mundësi për të kryer një mirëqenie. Mund të marrë shtëpi, se ndoshta mund të blejnë diçka që kishin kohë që dëshiron ta blinin e të tjerë. Binjakët. Binjakët janë më së fundi, do të futemi tashmë në një fazë kur shenja e binjakëve do të ketë vërtet shumë fat. Ky fat do të jetë në përgjithësi në lidhje me anën e tyre ekonomike, ndërkohë që temat që do të lënë mbrapa tashmë do të jenë temat problematike që kanë të bëjnë në lidhje me partneritetet. Po ashtu dhe të gjitha ato që kishin të bënë me personat armiqt të fshehur në thonjza, të cilët deri tani mund të për të situata që kanë ngelur pak të fshehura që nuk dinë se si të vepronin apo nuk e dinin që ekzistonin, pra dhe automatikisht nuk mund të gjejnë dhe zgjidhje. Në këtë periudhë tashmë duke qenë se kanë dalë të gjitha këto sipërfaqe dhe janë përballur, edhe pse ka qenë pak e lodhshme për shenjën e binjakëve, do të thotë që tani e tutje, duke qenë se gjithçka është e hapur, është pra libri i hapur, dinë se si ta lexojnë dhe si t'i zgjidhin këto. Me kalimin e Jupiterit dhe të drejtuesit të tyre tek shenja e Gaforës do të kemi një rehatim. Për shenjën e binjakëve mund të fillojë dhe nevoja për të qenë pak më të qëndrueshëm në disa raste dhe pak të izoluar, ndoshta dëshirojnë që të shpërlohen pak më tepër, të qëndrojnë pak më tepër në shtëpi, pra.
Në këtë momente, shenjës së binjakëve do t'i këshilloj që të bënin pikërisht ashtu siç e ndjenin, siç e ndjen ka nevojë dhe trupi i tyre, siç ka nevojë dhe mendja e tyre, sepse është një periudhë në të cilën duhet të dëgjojnë instinktet e tyre, po mirë thash, sepse Merkuri është tek shenja e Gaforës, ku intuita është vërtet shumë e lartë. Në këto momente për shenjën e binjakëve mund të kemi edhe një intuit vërtet shumë të lartë edhe në lidhje me zhvillimet e tyre materiale, pra mund të dinë se ku duhet të investojnë, me cilët janë personat të cilët duhet të kalojnë kohën e tyre apo të investojnë edhe energjinë e tyre në mënyrë që të kemi një kthim më të madh, ku do të ndihen dhe më të vlerësuar, po ashtu dhe për të fituar të ardhurë materiale vërtet shumë të mira, për të fituar para. Flisni me kujdes gjatë kësaj periudhe. Në disa momente mund të ngelet hatri, sepse siç e thash Merkuri mund të tek shenja Gaforës jep të ndikim, pra mund na ngelet hatri pa vend. Prandaj do të këshilloj që të flasin pak më tepër me kujdes dhe të dëgjojnë personat përballë me tepër kujdes. Në këto momente ajo çfarë do t'i këshilloj shenjës së binjakëve, do t'i bënte më mirë atyre, është që të vëzhgonin më mirë situatën dhe pastaj të vepronin, sepse ky vëzhgim i mirë dhe ky ngadalësim më të them do t'ju bëjë më mirë edhe për të përzgjedhur se çfarë duhet të bëjmë, pra siç e thash ti, ku do të investojnë energjinë e tyre, po ashtu edhe se çfarë do t'ju bëjë më mirë atyre në afat-gjatë. Për shenjën e binjakëve, duke qenë se kemi një Merkur, pra drejtuesin e tyre në takim me Jupiterin, ajo çfarë do t'i këshilloja në lidhje me pozitivitetin do t'ishte që të flasin pozitivisht, pra të shprehen pozitivisht në mënyrë që të tërheqin gjëra pozitive në jetën e tyre. Okej, dhe kemi kaluar tek shenja e Gaforës. Atëherë, për shenjën e Gaforës, do të jemi në një fazë vërtet shumë pozitive, po filloj nga hëna e plot, duke qenë se është shumë e rëndësishme për të. Arsye është se shenja e Gaforës është e drejtuar nga hëna, pra çdo veprim i hënës ka shumë rëndësi për të. Duke qenë se kjo hënë e plot do të jetë tek shenja e Shqetarit, për ta do më thënë ndikime shumë të mëdha në lidhje me shëndetin e tyre, në lidhje me rutinën e tyre të përditshme, sa efektiv janë për të realizuar gjërat që kanë vërtet rëndësi dhe janë të shëndetshme dhe pozitive për ta. Po ashtu edhe në lidhje me mënyrën se si ata organizojnë edhe jetën e përditshme, po ashtu jetën e tyre dhe planifikimet që bëjnë në lidhje me të ardhmen. Këto janë tema të cilat do të jenë vërtet shumë të prekura për shenjën e Gaforës dhe çdo gjë që ka qenë nuk është efektive, pozitive apo që është e pashëndetshme, le të themi, për fat të keq, në momentin që Jupiteri do të vijë tek shenja e Gaforës, ata do të preken vërtet shumë. Këto do ta ndjejnë të gjithë, jo vetëm ata që janë me shëndet, edhe ata që kanë diellin tek shenja e Gaforës, pa nëse kemi një problem në lidhje me shëndetin tonë dhe e kemi lënë pas dora, automatikisht do të smëdhohet. Kjo ndodh vetëm që ne të fokusohemi tek ajo çfarë ka rëndësi, të zgjidhim problemet që kemi në dorë që janë të rëndësishme dhe pastaj të mund të vazhdojmë jetën të lumtur dhe të begat, siç është edhe cilësia që sjell Jupiteri në shenjën e Gaforës. Pra, çësë periudhën i kemi disa ditë, pra na kanë ngelur edhe 3 ditë, le të themi, që kemi mundësi që të fillojmë të krijojmë në rutina të shëndetshme dhe të heqim nga jeta jonë çdo gjë që është toksike apo e pashëndetshme. Ndërkohë që do të kemi do të ndjej një nevojë për ndryshim, ndoshta ndryshim në stil, ndoshta ndryshim në mënyrën e jetesës, ndoshta një ndryshim edhe në personat të cilët ai frekuenton. Kjo është diçka që do t'i bëjë vërtet shumë mirë, këtë më duhet të nënvizoj. Kur Jupiteri kalon në një shenjë, do të thonë që zmadhon gjithçka. Dhe në përgjithësi, sidomos ata që janë tek shenja e Gaforës, mund të zmadhojë edhe vetë ata, pra mund të kemi edhe një rritje shtim në peshë. Por, kjo ndodh vetëm në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm atë çfarë konsumojmë. Në qoftë se ne jemi të kujdesshëm atë çfarë konsumojmë, duke qenë se do të smallojmë vetëm gjërat pozitive, kjo do të thotë që do të na shtojë vullneti, do të shtohen të gjitha çdo gjë pozitive që kemi, pra edhe mënyra e jetesës, do të shtohen njerëzit pozitiv që hyn e dalin nga jeta jonë e tjerë. Dhe kjo do të thotë që edhe mund të arrijmë atë peshën tonë ideale, pra e kemi vetë në dorë, mjafton që ju të krijoni zakone të shëndetshme. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në komfort. Çdo gjë që do ndodhi këtë javë është fillimi i kësaj, pra nuk po them se do të ndodhi menjëherë, jo të gjitha sfidat që kemi pasur deri në këtë moment do zgjidhen brenda ditës,
por do të fillojnë që të zgjidhen dhe do të fillojnë që ta ndjejnë pikërisht këtë javë, sidomos duke filluar nga dita e nesërme. Do të këshilloja këtë si gjë, duke qenë se dita e sotme, pra deri në fund të ditës, dhe dita e nesërme e plot, dhe e marta deri në mesditë, janë pothuajse 2 ditë për 48 orë që mund të vazhdojmë që të kemi të njëjtat sfida, sepse do të duan që të dalin në sipërfaqe që ne të mund t'i vëmë edhe të zgjidhim, do të këshilloj që të bënim edhe pak durim, pra janë vetëm 48 orë, por pas kësaj do të kemi vërtet fillimin e një faze ku edhe nëse ne do të duam ta ndalojmë begatin ose mirëqenien që do hyjë në jetën tonë, do të jetë e pamundur sepse vërtet do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh. Komunikimi do të bëhet shumë më pozitiv, do të jemi shumë më të aftë për të vepruar në mënyrën e duhur, por kjo do të na çojë në një rritje në karrierë, nëse bëjmë punën e duhur, automatikisht do të rregullohet edhe të gjitha problemet që mund të kemi me kolegët tanë, por ashtu tek edhe në lidhje me efikasitetin që ne kemi drejt punës e tjerë. Ndalova pak më tepër tek shenja gafores, por është një nga shenjat e cilat do të preket vërtet shumë gjatë kësaj jave dhe ndikimi i madh do të jetë po i rikthehemi tek shëndeti, sepse nëse nuk jemi të kujdesshëm mund të smallohet çdo gjë negative, nëse jemi të kujdesshëm dhe përzidhemi mirë se si veprojmë, do të smallohet pikërisht çdo gjë pozitive, prandaj duhet të analizoj. Okej, po kaloj tek Luani. Për Luanin kemi ndikime, le të themi në këtë mënyrë, në këtë moment për shenjën e Luanit kemi realizim të dukshëm të ëndrave dhe të qëllimeve që ata kanë në jetë. Edhe nëse nuk po realizojmë, po kuptojmë shumë mirë se cilat janë këta. Kemi një shkëlqim shumë të madh dhe kjo hënë e plot mbi të gjitha do të thotë edhe një rritje në fat. Hëna e plot tek shenja e shigjetarit për shenjën e Luanit, domethënë edhe dalin në skenë e çdo gjëje të cilat ata i bën që të shkëlqejnë, që të dalin në skenë, që të lulëzojnë, nxjerr anët e tyre më pozitive në sipërfaqe. Kjo automatikisht ndihmon ata për të kryer marrëdhënie më pozitive, për të zgjidhur të gjitha problemet që kanë, qoftë ato që mund të kenë ardhur nga familja që nuk i kanë bërë deri tani, mund të kemi krijimin e lidhjeve të reja, mund të kemi një rritje në kreativitet e të tjerë. Duke qenë se i njëjti drejtuesi më të themi kësaj hëne të plotë do të ndodhet tek shenja e gafores, ku e kam përmendur disa herë, ndjehet vërtet shumë mirë në këtë rast për shenjën e Luanit, kjo është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm me kalimin e Jupiterit tek shenja e gafores, një ndër të parë. Duke qenë se, sidomos ata që janë ashendentin tek Luani, këtë mund të analizoj, duke qenë se Jupiteri kur vendoset tek shtëpia jone 12, i jep një mbrojtje automatike nga sistemi, nga Perëndia, nga Zoti, quajeni çfarë të doni, nga universi. Kjo do të thotë që shenja e Luanit në gjithë periudhë do të jenë vërtet shumë të favorizuar për të mund të marrë riske ose për të vepruar, sepse do të kenë një mbrojtje, pra siç e përmenda. Do t'ju këshilloj të përdorni mirë këtë për të krijuar një mirëqenie në jetën tuaj dhe për të rregulluar marrëdhënien nëse janë problematike me partnerët tuaj. Duke qenë se Plutoni është tashmë tek shenja e ujorit, pra përballë me ta dhe prek shumë partneritetet, kjo do të thotë që mund të ketë smalluar edhe anët toksike të lidhjes tuaj. Në këtë rast keni një shans shumë të madh në duar që të zgjidhni këto probleme. Mjafton që të merrni riske dhe të përdorni komunikimin tuaj siç duhet. Dielli vazhdon që të jetë tek shenja e binjakëve dhe kjo do të thonë edhe një ndihmë shumë e madhe nga shoqëria, nëse vazhdoni që të socializoheni dhe të përdorni kontaktet që keni krijuar gjatë kësaj periudhe, do të mund të arrini edhe që të keni një arritje edhe në karrierë, siç e përmendëm, mund të rregulloni marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj. Vendosja e Venusit tek shenja e Demit, që është aktualisht, do thotë dhe një rritje vërtet shumë e madhe dhe në shkëlqim, më të themi, edhe në autoritetin tuaj. Kjo do të thonë që do të kemi një rritje në karrierë, mund të bëhemi prindër dhe mbi të gjitha, duke qenë se fjalët juaj do të dëgjohet më tepër, mund të jepni edhe këshilla vërtet shumë pozitive, të cilat mund të ndihmojnë edhe në administrimin, në udhëheqjen e të tjerë dhe të vendit tuaj të punës, po ashtu edhe të shoqërisë që kemi rreth. Mbi të gjitha mund të ndihmojë edhe në rregullimin edhe të ambientit ku jetojmë, që domethënë nëse shikon diçka problematike që prek komplet shoqërinë, familjen apo vendin, banesën, lagjen ku jetoni, do të këshilloj që të përmendni në mënyrë që të mund të rregullojmë. Pra jeni lider shumë efektiv në këto momente, një lloj siç është shenja e Luanit. Pra ju dëgjohet fjala, ju lutem përdoreni. Vizhëresha.
Atëherë, në Virgjëresha, deri në këto momente duke qenë se Jupiteri dhe drejtuesi i tyre, Merkuri, është tek shenja e binjakëve, vazhdon që të jetë edhe sot, do të jetë edhe nesër deri para dite, Merkuri të pak, ndërkohë që Jupiteri do të kalojë në darkë tek shenja e Gëforës. Për shenjën e Virgjëreshës kishim ndikime shumë të mëdha brenda karrierës. Kishim një shkëlqim këtu, po kjo nuk është se vinte për probleme. Arsyeja sa e përmenda disa herë është se Jupiteri ndihet keq tek shenja e binjakëve. Kjo mund të thotë që mund të kemi pasur kriza, probleme, të cilat edhe pse po shkëlqenin, pra mund të gjeni zgjidhje shenja e Virgjëreshës, do vinin me kushte, pra ishte një periudhë vërtet shumë e lodhshme. Ndërkohë që tashmë, duke qenë se edhe Jupiteri, po edhe drejtuesi i tyre do të kalojë tek shenja e Gëforës, do të kemi një kënd pozitiv me ata që kanë ascendentin, po ashtu edhe me ata që janë të lindur tek shenja e Virgjëreshës. Për këtë arsye do të kemi tashmë, do të futemi në fazën e realizimit të ëndrave, do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga sistemi dhe për ta. Në këtë rast do të udhëhiqen, do të hapen rrugët, le të themi, dhe do të dinë shumë mirë, do ta perceptojnë shumë mirë se ku të shkojnë. Do të kemi një intuit vërtet shumë të lartë, mund të njihemi me personin e zemrës, personin e ëndrave tona, për ata që nuk janë në një lidhje, që se periudhë është një periudhë vërtet shumë pozitive në këtë rast, pra vërtet që njihemi me personat të cilët janë darmik ose që duhet të jenë në jetën tonë. Gjithë ajo periudhë negative që mund të kenë ekzistuar, si në lidhje me shëndetin, po ashtu edhe në lidhje me vonesa që mund të kemi pasur në stabilitetin ekonomik që dëshironim që të krijonim për shenjën e Virgjëreshës, në këto momente tashmë jemi futur në fazën komplet tjetër që pothuajse vin vet. Normalisht që vin në saj të punës që ne kemi bërë deri tani, asnjë gjë nuk vjen vetë normale, por vjen në bazë të kësaj. Kemi një Venus të vendosur tek shtëpia e tyre 9, dhe kjo do të thotë edhe udhëtime të shumta, mbarimin e periudhave të trajnimeve dhe përdorimin e tyre tashmë për të ardhurat të mira materiale. Në këtë rast kemi mbylljen e cikleve që kanë të bëjnë në lidhje me gjyqjet, me drejtësinë, të cilat do të mbyllen në favorin e shenjës së Virgjëreshës. Mund të kemi, siç e përmenda, edhe një rritje shumë të madhe në karrierë tashmë, sepse do mbaroj periudha e nxënësit, pra do të filloj periudha do të kaloj komplet në një periudhë të re, ku do të jenë vërtet specialistë të fushës së tyre, edhe tyre do të dëgjohet vërtet shumë fjala, sepse përveç logjikës që kanë vërtet shumë të mprehtë gjithmonë, do të shtohet shumë edhe intuita e tyre, dhe këtë automatikisht do të ndjehet edhe nga njerëzit që kemi rreth rrotull. Për shenjën e Virgjëreshës, ajo çfarë do t'i këshilloja do të ishte që gjatë kësaj jave të jenë vërtet shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin e tyre personal, po ashtu dhe në lidhje me shëndetin e familjarëve të tyre. Në plot tek shenja e Shëgjetarit, mund të thotë edhe një shtim në parazit. Në këtë rast mund të kemi edhe shtimin në parazit edhe në banesë, pra edhe në shëndetin ton, pra në trupin ton. Për këtë arsye për shenjën e Virgjëreshës do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm edhe në lidhje me shëndetin, po ashtu edhe në lidhje me, pra edhe tonë edhe në lidhje me familjarët. Kjo është vetëm e them që ne duhet jemi të shëndetshëm, të kujdesshëm. Peshore. Para se të kaloj tek peshorja, për të gjitha shenjat që kemi kaluar deri tani, pra që nga Virgjëresha e para, do t'i vendos tek këtë video do ta vendos tek kanali i YouTube-it, mund ta ndiqni më vonë, do vete një lajmërim që e kam vënë, domethënë do të jetë tani me shenja, e keni dhe më të thjesht për ta ndjekur. Okej, por vazhdojmë. Unë jam Virgo, po unë pas pun këtë ditë. Po, sa po e thash për këtë arsye? Arsyeja është sepse kishte shumë kriza, shumë. Duhet të kuptoni dhe ju se si është rruga që duhet të ndiqni në lidhje me karrierën, pra punën. Kjo është edhe arsye që kishte shumë kriza, vonesa. Por që tani tutet gjitha këto rrugë do të hapen, me kalimin e Jupiterit tek shenja e Gëforës, tashmë do futem në një fazë të re. Okej. E përsërita, po gjithsesi. Kemi arritur tek peshorja. Atëherë, peshorja në këto momente, sot dhe nesër, mund të kemi dhurata surprizë.
Këto dhurata surprizë mund të vinë nga familjarët e tyre, sidomos ata që janë jashtë shtetit. Kjo është thjesht diçka, domethënë një element në klapa. Mund të kemi edhe lajme të mira në lidhje me familjen, pra mund të kemi edhe lajme të mira edhe për fëmijë në këtë rast. Okej. Drejtuesi i tyre, pra Venusi është i vendosur tek shenja e Demit, që është edhe shtëpia e 8 për shenjën e Peshorës. Kjo do të thotë një rritje shumë të madhe në mirëqenie që ka të bëjë me të ardhurat e mira, me të ardhurat materiale të përbashkëta nga trashëgimit. Është një periudhë shumë efektive nëse dëshironi që të merrni kredi dhe të bëheni me shtëpi ose të hapni biznesin tuaj. Për shenjën e Peshorës, kjo është një periudhë vërtet shumë pozitive. Në momenti më i përshtatshëm për ta bërë këtë, për firmosjen e dokumentave të tjerë, do t'ju këshilloj që të ishte nesër ose pas nesër. Mund ta bëni edhe pas datës 11, pra që është dita e mërkurë, por duke qenë se hëna do të jetë në mbyllje, normalisht që këshillohet më tepër që të gjitha këto t'i bëjmë gjatë periudhës që hëna është në rritje, në mënyrë që edhe begatia, pra të rritet, të shtohet edhe të ardhurat materiale, gjithsesi nuk është diçka negative, thjesht po them, që është më pozitive nesër dhe pas nesër që t'i bëni këtë. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh, një rritje shumë të madhe edhe për ta në lidhje me romantizmin, duke qenë se edhe gjatë kësaj jave, edhe pse në gradë shumë të largëta, kemi vazhdojmë që të kemi një kënd pozitiv midis Venusit dhe Marsit. Për shenjën e Peshorës, kjo domethënë një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv në lidhje me çështjet e zemrës. Janë më të qartë në ide tashmë, duke sidomos kjo do të jetë them efektive në lidhje me marrëdhëniet aktuale, ku duke qenë se janë pak më të përgjegjshëm, janë më të aftë edhe në lidhje me komunikimin e tyre, i cili do të bëhet edhe më efektiv pas ditës së mërkurë. Kjo sepse hëna e plot do të ndodhi pikërisht tek shtëpia e tyre e tretë, pra tek shenja e shqiptare, dhe kjo për Peshorën domethënë një komunikim vërtet shumë më efektiv. Ku duhet jemi të kujdesshëm? Duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm në lidhje me zhvillimin tonë në karrierë, në lidhje me marrëdhëniet që kemi me afrorët tanë. Sidomos dita e nesërme dhe e pasnesërme në këtë pikë mund të jetë vërtet shumë problematike, sepse do të kemi një mërkur të vendosur tek shtëpia e tyre 10 dhe kjo do të thotë që mund të na ngelet hatri për gjëra të cilat janë të panevojshme. Mund të jemi pak më të ndjeshëm, ndërkohë që duhet të jemi më profesional. Pra, për shenjën e Peshorës, këshilla do të ishte që gjatë gjithë kësaj jave të sillemi vërtet profesionalisht. Jo, do të mos marrim gjërat personale, po të vazhdojmë që të sillemi profesionalisht në të gjitha fushat e jetës, por sidomos në lidhje me karrierën dhe në marrëdhëniet që kemi me afrorët dhe personat që kanë pushtet, janë figura autoriteti. Pra, këtu është e vlefshme edhe në lidhje me baballarët, sepse mund të tejkalojmë atë limitin dhe kjo mund të kthehet në marrëdhënie pak toksike, mund të shndrojë në marrëdhënie pak toksike. Pra, kjo është vetëm e këshillë që kam në lidhje me shenjën e Peshorës. Aty ku do t'i këshilloja që të fokusohemi këto 2 ditë sidomos, deri ditën e mërkurë, do të jetë pikërisht të gjërat që janë efektive, që e dinë ata tashmë që janë efektive për të rritur në karrierën e tyre. Pra, nëse e dini që duhet ta bëni një punë, bëjeni, në mënyrë që pas kalimit të Jupiterit tek shenja e Gaforës, po ashtu edhe pas hënës së plot, të kemi më tepër mundësi që ta zhvillojmë dhe ta zmadhojmë atë. Pra dhe për ta, veproni pozitivisht që të tërhiqni gjërat pozitive në këtë rast. Okej, dhe kemi arritur tek shenja e Akrepit. Për shenjën e Akrepit në këto momente, është faza ku shenja e Akrepit ka mundësi shumë të mëdha që të krijojë marrëdhënie shumë të mira, pozitive, romantike. Mund të martohet, mund të fejohet, mund të dalë në shtëpi me partnerin, mund të njihet me partnerin, e të tjerë të tjerë. Kjo është periudha në të cilën shenja e Akrepit ka mbaruar provat
dhe do të përjetoj, më mirë të themi, një periudhë vërtet shumë të madhe dhe rritjeje. Kjo është një përmirësim i dukshëm edhe nga në lidhje me moralin e tyre, po është edhe një përmirësim i dukshëm edhe në anën e tyre materiale. Në plot që do të jetë tek shenja e shigjetarit, për shenjën e akrepit do të spastroj çdo lloj vlere toksike që ata kanë, pra çdo lloj vlere, çdo lloj toksiciteti që ata e kanë kushtëzuar veten e tyre që ta mbajnë në jetën e tyre, sepse e perceptojnë si vlerë, pra le të themi persona të cilët në të vërtetë nuk janë pozitiv, por ose që veprojnë në mënyrë negative, por ata vazhdojnë që t'i mbajnë jetën e tyre vetëm prej zakonit, le të themi. Apo në disa raste dhe situata, e njëjta gjë është e vlefshme dhe me sjelljet e tyre, me veprimet, me rutinat e të tjerë. Kjo është e vlefshme për çdo gjë që shenja e akrepit ka në jetën e tyre dhe që nuk është funksionale ose siç e thash toksike. Gjatë kësaj periudhe, më themi gjatë kësaj jave, të gjitha këto dalin në sipërfaqe dhe spastrohen, pra një nga një. Shenja e akrepit në këto momente duhet thjesht të lëshoj, pra të lëshoj lejtaren, sepse ato çfarë po dalin nga jeta e tyre do të dalin në një mënyrë ose në një tjetër. Por pas kësaj do të verish, do të kemi vërtet një përmirësim të dukshëm në jetën e tyre, se do të kemi një rritje shumë të madhe në frekuencë njëri rreth parë, do të kemi një botkuptim shumë më të gjerë. Kalimi i Jupiterit tek shenja e Gaforës për shenjën e Akrepit është një ndikim shumë i madh pozitiv. Kjo mund të thotë edhe një mbarim në periudhës ku mund të kemi pasur vonese në lidhje me drejtësinë. Kjo është e vlefshme si nga drejtësia njerëzore, po ashtu dhe jo hyjnore. Unë këtë fjalë e përdor shumë shpesh, por e them në këtë mënyrë. Nëse kemi pasur një padrejtësi, e cila na është bërë, do ta vëmë re që dhe e kemi hedhur në gjyq, që është një çështje gjyqësore. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Në këtë rast, do të vëmë re që kjo do të zgjidhet, do të përfundoj pra ky gjyq. Nëse kemi pasur probleme me një person i cili na ka bërë gabime vazhdimisht karsinesh, jeta ose sistemi në këtë rast do ta nxjerrë nga jeta jonë. Dhe do të kemi tashmë hyrje në skenë të elementeve shumë më pozitiv, të cilët jo vetëm ndihmojnë rritjen tonë, po ashtu edhe shtojnë pozitivitetin, gjëra të shëndetshme, na ndihmojnë neve që të rritemi, të zgjerohemi. Për shenjën e Akrepit, gjatë kësaj periudhe mund të ndjejmë një nevojë për të filluar që të trajnohemi më tepër, të zgjerojmë botkuptimin tonë më tepër, të kulturohemi më tepër, të udhëtojmë. Kjo është një nga ndikimet më të rëndësishme që do të ketë shenja e Akrepit gjatë gjithë këtij një viti, por sidomos kjo javë është shumë e rëndësishme në lidhje me këtë temë. Do të kemi edhe fillimet të reja që e përmenda disa herë. Këto fillimet që janë tani, janë vërtet, le ta themi në këtë mënyrë, janë të predestinuara, pra nuk janë karmike, nuk janë negative, janë pikërisht ato çfarë duhet të hyjnë në jetën tonë. Pra edhe nëse mund të jenë pak të vështira si fillim, do të këshilloja që të përdorni komunikimin tuaj, që të jeni të hapur dhe të thoni dhe të vini kufij të shëndetshëm. Në këtë rast, në mënyrë që të mund të krijoni një lidhje më stabil dhe më të shëndetshme. Edhe për lidhjet aktuale është e vlefshme, domethënë, çdo gjë që mund të ketë qenë problematike në këto momente është në fazën e rregullimit, sepse Venusi ndodhet pikërisht tek shtëpia e tyre 7, që është shtëpia e partneriteteve, prandaj automatikisht shndërrohet në diçka shumë më pozitive. Venusi rregullon, pra e shëron atë si pjesë, ose e mbush me dashuri, le të themi, dhe automatikisht duke qenë se dashuria ka një frekuencë shumë të lartë, ndryshon edhe frekuenca e individëve. Shigjetari. Atëherë, shenjat e ndryshueshme në këto momente janë shenjat të cilat do të ndjejnë një çlirim shumë të madh. Çlirimi ndodhi si fillim me kalimin e Saturnit tek shenja e Dashit, dhe do të vazhdoj i njëjti çlirim edhe me kalimin të Jupiterit tek shenja e Gaforës. Ndonse Jupiteri është një planet benefik, pra që shton anën pozitive, duke qenë se shenja e binjakëve, do vazhdoj ta them, nuk ndihet mirë. Kjo ka pasur një ndikim shumë të rënd, ose më them, mund të kenë qenë ndjerë shumë të sfiduar të gjitha shenjat e ndryshueshme, sidomos shenja shigjetare, duke qenë se Jupiteri është drejtuesi i tyre.
Do të futemi tashmë në fazën ku shenja shigjetare do të jetë në rritje. E gjithë puna që ka bërë deri tani do të fillojë të bjerë në sy. Do të jenë shumë më të lirshëm. Gjërat do t'ju vinë më lehtë në jetën e tyre. Për ta ndihmo të tjerët që të ndihmohesh është një fazë në të cilën nuk do të dalin më, domethënë do të bëhet pak a shumë pjesë e jetës së tyre, do të jetë në vazhdimsi. Për shenjën e shigjetarit kam mësuar empatinë, kam mësuar se si të punoj me të tjerët, kam mësuar se si sa benefik ose sa të mira ju sjell bashkëpunimi me njerëz të tjerë, dhe për këtë arsye kjo është një periudhë në të cilën ata do të përfitojnë shumë nga të gjitha ato që kanë mësuar, sepse do t'i vënë në jetë. Do të kemi një rritje shumë të madhe të anës materiale për shenjën e shigjetarit, dhe kjo javë shënon pikërisht këtë. Fillimin e një periudhe ku shenja e shigjetarit do të filloj që të vlerësoj vetën e tij më mirë, të vlerësoj gjërat që kanë në jetën e tij më mirë dhe ku të fokusoj energjinë e tij. Për këtë arsye, duke qenë se nuk do të humbasi kohë me gjëra të pavlefshme, të pashëndetshme, automatikisht do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Ajo çfarë përmenda më përpara që kjo hënë plot mund të sjell edhe parazit, por mund të krijojë edhe parazit, për shenjën e shigjetarit të shumë më të përvlefshme, duke qenë se kemi kjo hënë plot do ndodhi pikërisht tek ata. Në këtë rast do të këshilloja që të jemi pak më të vëmendshëm, sepse këto mund të prekin edhe lëkurën, sidomos tek shenja e shigjetarit, duke qenë të preki komplet pjesën e tyre të jashtme. Mund të preki edhe ambientin ku ata jetojnë, bile çdo gjë që kanë rreth rrotull, domethënë. Për këtë arsye për ata do të këshilloja që të jemi pak më të vëmendshëm. Frymëmarrja ka, domethënë duke qenë se ajri është pak më i ndotur, sidomos në Shqipëri është e vlefshme. Do t'i këshilloj që në gjatë kësaj periudhe të jemi pak më të qetë, të mos dalim shumë jashtë, ose nëse dalim të marrim masa, pra ndoshta të vëmë maske të tjerë. Dhe po them gjë më të rëndësishme dhe më fantastike që kemi për shenjën e shigjetarit. Për shenjën e shigjetarit mbaron periudha ku ata ishin pak a shumë eremit, pra që ishin të vetmuar, që nuk ishin lidhje, se dhe lidhja nëse fillon nuk funksiononin, e të tjerë. Kjo gjithmonë flas për personat që nuk kanë një partner në jetën e tyre. Kjo periudhë mbaron. Dhe do filloj një periudhë vërtet shumë pozitive. Do të kemi pothuajse një mbarimin e një cikli i cili ishte shumë i lodhshëm karmik, ku edhe ata mund ta kenë ndjesur po ndëshkoheshin nga sistemi, ndërkohë që ishte thjesht për të nxjerrë nga jeta e tyre çdo gjë që nuk ishte funksionale, dhe tashmë në mënyrë që t'i hapte vendin, t'i zironte ata që janë tek shenja e shigjetarit, për të mund të futur në jetën e tyre pikërisht personin të cilin ata do të vazhdojnë jetën e tyre. Pra, është një periudhë vërtet shumë pozitive, prandaj dhe jam e lumtur ta them këtë. Vazhdoni të bëni mirë, vazhdoni të mendoni pozitivisht në mënyrë që të rrisni gjëra pozitive në jetën tuaj. Britsjapi. Britsjapi në këto momente. Britsjapi në këto momente ka një ndikim shumë të madh tek në lidhje me shëndetin e tij. Kjo do të vazhdoj që të jetë efektive sot dhe nesër, duke qenë se vazhdojmë që të kemi Jupiterin tek shenja e tyre, mezi thash, dhe kjo vazhdon të zmadhoj të gjitha problemet që mund të kemi me shëndetin. Në këtë rast, duke qenë se është tek shenja e binjakut, mund të kemi probleme me frymëmarrjen, mund të kemi probleme edhe në lidhje ndoshta me duart, tjerë. Pra këto në lidhje me probleme me shëndetin. Kjo është edhe 2 ditë. Ndërkohë që pas 2 ditësh, duke qenë se i njëjti Jupiter do të kalojë tek shtëpia e tyre 7. Ajo çfarë kam përmendur tek shenja e gaforës, ajo çfarë kam përmendur tek shenja e dashit, po ashtu edhe disa shenja të tjera që mund të kemi martesa kështu tak fak, është për shenjën e Britsjapit është vërtet një nga shenjat që do të preket më tepër në këtë pikpamje. Duke qenë se Jupiteri është shumë benefik tek shenja e gaforës dhe është shtëpia 7 për ata që janë tek shenja e Britsjapit, sidomos ata që janë më shëndet në këtë shenjë, do të thotë që do të kemi fillimin e martesës, fillimin e bashkëtesës, fillimin e familjes, pra mund të bëhen me fëmijë. Dhe është një periudhë vërtet shumë pozitive. Komunikimi në këtë rast është vërtet shumë pozitiv, sepse edhe Merkuri do të vendoset tek shenja e gaforës. Mund t'ju ngelet pak më tepër hatri, jo vetë atyre, por partnerit në këtë rast mund të jenë pak më tepër teka. Prandaj për shenjën e Britsjapit do t'i këshilloj që
personet që kanë jetën e tyre ta mbajnë pak më mirë, domethënë të bëjnë pak më tepër gjeste romantike ndoshta etj. Kjo është një mënyrë që të mund të kalojnë edhe këtë javë në mënyrë shumë pozitive, sepse kjo javë do të krijojë, le të themi, atë çfarë do të përjetojmë pothuajse një vit me radhë. Pra është një javë vërtet shumë vendimtare në këtë pikë. Do të kemi një gjatë kësaj jave mund të kemi dalje në skende të problemeve që mund të kenë ekzistuar që më përpara edhe në familje ose edhe në banesë. Më tepër është në gjërat materiale. Këto do të thotë që mund t'i zgjidhni, por domethënë edhe nga ana tjetër që mund të keni edhe shpenzime pikërisht në këtë temë. Nuk është diçka negative, por normale që shpenzimet nëse nuk kemi mundësi, mund të bëjmë pak të lodhshme. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja që të rregullonit vetëm ato që janë të domosdoshme dhe t'i shtynit për më vonë gjërat që janë dytësore, pra pa të cilat mund të jetoni në këto momente, sepse është një javë në të cilën duhet të bëjmë buxhetin shumë mirë, që të jemi më të organizuar në mënyrë që të mos e tejkalojmë. Java që vjen do të kemi shumë më tepër hyrje të anës materiale, do të kemi shumë më tepër para pra në jetën tonë. Për këtë arsye mund të kemi edhe më tepër mundësi që të rregullojmë ato gjëra që janë, domethënë dytësore, siç e përmendëm. Kjo është vetëm një gjë që për shën e përcjapit, do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm. Po vetëm kaq. Ndërkohë që edhe për ta, veproni mirë, në mënyrë që të rrihni mirë është kushti për këtë javë, domethënë. S'mendimi, sidomos trajtoni mirë partnerët tuaj. Për ata që nuk janë në lidhje, trajtoni mirë vetëm tuaj. Do më bëni trajtime, ndoshta facial, tjera, maska për fytyrën, në këtë rast do të rrihni më mirë për jetën tuaj. Dhe ujori. Ujori në këto momente është në fazën e fundit, sot dhe nesër pra, do të jetë dita e fundit kur ku Jupiteri ndodhet tek shtëpia e tyre 5, që është shtëpia e fatit. Pas kësaj do të kalojë tek shtëpia e tyre 6. Kjo çfarë do të thotë? Sidomos ata që kanë ascendent tek shenja e ujorit do të preken shumë tek rutina e tyre përditshme, tek efikasiteti i tyre në jetë, tek karriera, por në mënyrë të ndërsjellë, sepse do të varet nga puna që ata bëjnë. Pra, në këto momente, për shembull e ujorit do të kemi dalje në skenë të çdo gjë që mund të dëshiroj vëmendje. Duke qenë se edhe Jupiteri ndihet mirë tek shenja kafore, zot më smallon në përgjithësi çdo gjë që është e shëndetshme, çdo gjë është pozitive. Por në të njëjtën kohë, automatikisht nëse kemi rutina të cilat janë shumë të pashëndetshme, për shembull nëse ham shumë sheqer apo pra marrim shumë e teprojmë edhe me, pra nuk bëjmë sportin e dur, e teprojmë edhe me kafeinën apo alkoolin e tjerë. Kjo është një periudhë në të cilën këto mund të zmadhojnë edhe më tepër si probleme. Për këtë arsye, për shenjën ujore do t'i këshilloja që të fillonim që tani që të përzidhim pak më mirë se çfarë konsumojmë, se si harxojmë kohën tonë etj. Sepse kjo do të na ndihmojë automatikisht që të mund të zmadhojmë ana pozitive. Edhe pse Jupiteri, siç e përmenda disa herë, zmadhon pozitivitetin në jetën tonë. Tani gjatë kësaj jave, si do të ndihet kjo më tepër, sidomos deri ditën e njëjtë, duke qenë se edhe Jupiteri do të jetë në takim me Merkurin, komunikimi do të jetë vërtet shumë i rëndësishëm. Komunikimi do të jetë shumë i rëndësishëm, nëse dëshironi që të krijoni diçka, nëse dëshironi të kërkoni rritje në rrok, për shembull, ose nëse dëshironi që të zgjidhni një problem që keni në vendin tuaj të punës. Është një komunikim ndoshta pak i vështirë apo një dialog pak i vështirë që keni lënë sepse nuk keni pasur guximin për ta bërë me një kolegun tuaj apo edhe me një person që është i rëndësishëm në jetën tuaj, që nuk është familjar. Pra, kjo është javë vërtet shumë efektive në lidhje me këto tema për të zgjidhur, sepse do të kemi një komunikim vërtet shumë efektiv. Dita e hënë dhe e martë mund të jenë do të jemi pak më të kontrolluar, por e Merkura dhe Intja është komplet e kundërta, sepse dhe komunikimi do të jetë shumë më pozitiv, do të jenë shumë më të rehat, do të jenë shumë më rehat për të komunikuar. Kemi vendosjen e
Marsit në këto momente tek shtëpia e tyre 7, që domethënë edhe marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre mund të jenë pak si të nxituara, duan që të bëjnë gjërat pothuajse më njëherë, të rregullojnë gjërat më njëherë nëse janë problematike, por në këtë rast do të këshilloj që të jenë pak më të duruar për shenjën e ujorit. Ndërkohë që Venusi, që është edhe perëndeshja e dashurisë, është vendosur tek shtëpia e tyre 4, që domethënë një harmoni, dashuri në marrëdhëniet e tyre familjare, një rregullim i dukshëm në mirëqenies së tyre edhe ekonomike brenda banesës. Për shembull, ujore nëse dëshirojmë që të bëjmë me shtëpi, është një fazë periudhë vërtet shumë fantastike, duhet të them. Gjithë qershori do të jetë kështu, por sidomos kjo javë është shumë herë më e vlefshme për ata, sidomos që dëshirojnë që të bëjnë marrëveshje të ndryshme, apo nuk po them për kredi, por nëse duam që të bashkëpunojmë ose të bëjmë një marrëveshje siç e përmendet, të kalojmë në një vend tjetër pune e të tjerë. Kjo është një javë vërtet shumë pozitive për të hedhur hapat e parë drejt kësaj pra. Po nëse kemi një plan, mund të gjejmë mënyrë për të realizuar. Te Peshqit, kemi arritur tek shenja e fundit. Zeta pak po. Peshqit, ku ta fillojmë? Kemi vetëm pozitivitet tashmë. Jam e lumtur që po e them. Po filloj tek pjesa ku duhet të kem pak kujdes. Në pjesa ku duhet të kem pak kujdes është pikërisht karriera. Jo sepse është negative, por sepse është një periudhë ku nëse nuk janë të vëmendshëm mund të shkasin nga sy të gjitha mundësitë që të po ju dalin përpara. Në këto momente, kjo hënë plot me mirëthemi, do të shënoj mbarimin e një periudhe ku ata nuk kanë qenë të vlerësuar siç duhet. Do të shënoj përfundimin e një periudhe ku ata vetë nuk e ndjeshin të aftë për ta bërë diçka, ku e nënvlerësonin pra veten e tyre, kapacitetin e tyre, mund të kenë ndenjur në një vend pune vetëm sepse kishin frikë që të zhvendoseshin, apo edhe nëse e dinin që meritonin më tepër rob, për shembull, nuk e kërkonin këtë nga pronarët e tyre sepse kishin frikë se mos ndoshta ndodhte komplet e kundërta dhe nxjerreshin nga puna. Kjo është periudha e mbarimit të kësaj. Pra, hëna e plot që do të ndodhet tek shenja e Shqiptarit, do të thotë përfundimin e gjitha këtyre. Ata vetë do të jenë shumë herë më pozitiv. Do ta vlerësojnë vetën e tyre më mirë, sidomos në këtë temp, pra në lidhje me karrierën e tyre. Kjo normalisht do t'i çojë ata dhe në rritje vërtet shumë të madhe në anën e tyre materiale. E njëjta hënë e plot do të jetë edhe në kënd pozitiv me Shironin, i cili ndodhet tek shenja e Dashit, që do të thotë edhe shërimin e plagëve në lidhje me të ardhurat materiale. Çfarë dua të them unë me këtë? Në qoftë se kemi pasur një kushtëzim që unë nuk fitoj dot lek për shembull, në këtë rast kjo do të mbaroj, sepse do të kemi një kënd pozitiv pikërisht me Shironin, i cili ka krijuar plagë në lidhje me këtë temë ose trauma e të tjerë. Po kaloj tek anët e tjera që janë vërtet shumë pozitive dhe do të rrjedhin pak a shumë vetvetiu. Jupiteri do të kaloj tek shtëpia e tyre 5, që do thotë një shtim në fat, një shtim në romantizëm, fillimin e lidhjeve të reja, prezantime të shumta, për ata që duan të bëjnë me fëmijë është një fazë vërtet shumë pozitive, sidomos kjo javë është shumë pozitive për këtë, sepse mund edhe të veprojnë. Ata që dëshirojnë që të bëjnë in vitro, për shembull, kjo javë është shumë pozitive për këtë. Duke qenë se është edhe hëna e plot, do të zmadhoj edhe më tepër energjinë femërore. Dhe edhe drejtuesi i kësaj hëne të plot ndodhet tek Gafore, që edhe kjo është që një hënë e nënës, domethënë automatikisht ka një ndikim edhe më të madh pozitiv. Venusi ndodhet tek shtëpia e tyre 3, që është komunikim shumë pozitiv, zgjidhje romantike ose zgjidhje pozitive në jetën e tyre romantike. Kemi një Kjo është vetëm gjë që mund të jetë pak problematike, është Marsi që vendosur tek shtëpia e tyre 6, nuk është problematike, por në këtë kuptim që nëse nuk jemi të vëmendshëm dhe nuk ja vëmë vesh shumë shëndetit ton, normalisht mund të përkesohet në mënyrë shumë të përshpejtuar, por edhe këtë po nënvizoj përsëri, duke qenë se i njëjti Mars do të jetë në këmbë pozitive dhe ky me hënën e plot, mund të kemi dhe komplet të kundërtën, pra mbarimin tashmë të gjitha sëmundjeve fizike në këtë rast që kemi pasur deri tani dhe fillimin e një faze vërtet shumë herë më pozitive. Okej, dhe i mbaruam të gjitha shenjat. Por përsëris edhe një herë, ky është parashikimi për javën në vazhdim, duke filluar nga data 9 deri në datën 15 qershor. Këtë video do ta vendos te kanali im YouTube-it, ku e ndaj edhe me shenja,
e keni më të thjesht për ta ndjekur. Pra, mënyra se si ju këshilloj që ta ndiqni do të jetë si fillim parashikimi i përgjithshëm, duke qenë se ai prek natyrën dhe automatikisht na prek të gjithëve ne. Nuk ka njerëz që nuk e prek. Në qoftë se kemi për shembull temperatura shumë të larta në këto momente, prekim të gjithë automatikisht e vlefshme dhe për këtë. Ndërkohë që pas asaj do t'ju këshilloj që të dëgjoni ascendentin tuaj dhe pas ascendentit të dëgjoni shenjën tuaj të diellit. Shërbimet që unë jap. Një nga këto është të gjeti ascendentin, pra në qoftë se nuk e dini ascendentin tuaj, mund të më shkruani nga WhatsApp-i, nga Instagram, mund të dërgoni email ose këtu DM për të marrë këtë si shërbim. Është një shërbim me pagesë. Në përgjithësi unë preferoj që ta jap komplet si analizë të plotë, ja brenda paketave. Pra, po është komplet si dhe ju, nëse dëshironi që të dini vetëm ascendentin, mund ta merrni edhe këtë. Mund të merrni analizën e hartës, parashikimin për të ardhmen. Analiza e hartës bëhet vetëm një herë në jetë, nuk keni nevojë që ta bëni për ditë, domethënë ajo është vetëm një herë që bëhet, ndërkohë që parashikimi është një rinovim që bëhet një herë në vit, është e këshillueshme, ose për ngjarje shumë të rëndësishme që keni në jetën tuaj, pra në qoftë se dëshironi të martoheni apo të hapni një vend tuaj, në lidhje me këto mund të merrni konsultë të veçanta. Këto ishin ato çfarë kisha për të thënë. Dhe diçka tjetër, kam shumë kërkesa në lidhje me njohuritë që unë jap, pra në lidhje me astrologjinë më bëjnë shumë pyetje. Për këtë arsye vendosa që të bëj një program, pra filloj që të jap mësime të gjitha njohurit që unë kam, të filloj që të ndaj me ju. Kam vendosur që të filloj një mini kurs, le të themi si fillim. Për të gjithë ata që janë të interesuar, do të filloj në datën 29 qershor, i përkon dita e diel. Nëse jeni të interesuar, mund të më shkruani në të gjitha vendet që sapo përmenda, por përsëri mund të më shkruani nga WhatsApp-i, mund të më shkruani nga Instagrami ose mund të më dërgoni edhe email. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Shihemi të martë, ku do të flasim në lidhje me hënën e plotë që është tek shenja e shigjetarit. Pafshim.